E të dashur me kur i kthyem për të vazhduar me bashkëbiseduesen e ftuar për ditën e sotshme, pa humbur shumë kohë me kënaqësinë jashtëzakonisht shumë të madhe, e cila më nderoi dhe vjen nga Kosova për të qenë pjesë e emisionit ton Weekend, natyrisht edhe për gjithë publikun e vendit ton, është këtu afër me mua Vesa Smolica. Përshëndetje Vesa dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Weekend. Për herë të parë është kënaqësi e veçantë për mua. Patjetër. Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi për mua tu e pas parasysh angazhimet që i keni ju si këngëtar. Ne këtë theme kemi sezona ende s'ka filluar se fillon, po tani më nuk ka sezon. Për momentin jo, jena pak më të lirë, më të qetë, kështu që na keni zonë momentin më të mirë, apo jo? E ki pikat, thojmë na. E po gjatë verës, sigur të jeni Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, në diasporë. Po qëtash në Shqipnin shumë më kanë shtu. Gjatë gjithë kohës. Po, gjatë gjithë kohës. Vesa, sa kënaqësi me të pas në studio për herë të parë, realisht. Faleminderit, kam kënaqësinë edhe unë, po duket shumë mirë studio. Faleminderit, po natyrisht edhe mysafirët tanë të zbukurojnë edhe më tej për studion e emisionit tonë. Faleminderit. Unë dua të flas me ty për Vesën e vogël. Realisht besoj që një bisedë e tillë e meriton edhe publiku shkupian, meqense më parë nuk të kemi pasur në studion e emisionit Weekend, edhe unë dua që meqense është edhe weekend, njerëzit momentalisht po pushojnë, po relaksohen, dhe dua që ta di si ka filluar rrugtimi i Vesës në këtë profesion. Si ka qenë Vesa e vogël? Vesa vogël ka kënu krejt kohën në për shpe, e ka bo familjen me dhimbje të kokës, do më thënë, se kam kënu shumë në për shpe, dhe më regjistrojmë prind në shkollën e muzikës, shkollën e ullt muzikës për piano, edhe aty profesorat e kuptojnë që unë di edhe me kënu, shumë mirë. Në familjen time nuk kemi këngëtar, kam vesh muzikor, po nuk kemi këngëtar kështu, e vetëmja këngëtare jam unë që jam bo, 11 vjeqe veç vendosi me marrë pjesë në për festivalit të ndryshme që kina pasë edhe në Kosovë, për fëmi, me këngët e mija, njerë në Kosova Fest, pastaj vitin tjetër në Show Fest, edhe masnej mora pjesë në talent showin Gjenio i Vogël, ku qëndrova për 4 muaj, e sfidova vetën me live, para publikut, edhe mora venin e dytë dhe shumë shmime tjera, pastaj mu hapën dyert edhe në Shqipni, u zgjerova me karierë edhe nuk u nala mu kur. Dhe prej atyrit nuk u ndale. Me pauza kuptohet, paka shumë, po... Neri ju ka nevoj për pak pauza. Pa tjetë me reflektu. Për ta mirë mbajt vetën, energji. Tjetër. Sa vjeqare ishe, kur e kuptove që ti du të bësh një këngëtare suksesshme? Muj me thonë 8 vjeqe që ashtu, do më thonë, para përgatitje, e 11 vjeqe veç u paraqita në skenë. Në skenë. Më thonë, po. Emocionet i mban mend emocionin e parë të ngjitjes tënde në skenë? Nuk e di pse, kur je me mosh ma tre dhe ma vogël, besoj që edhe tjetër kanë kuptu, kolegët e mi, që nuk ke shumë përgjësi, nuk ke shka me hup, edhe del me shumë vetë besim para publikut, pa ta ndjehiq, edhe del paraqitësh, e kryn këngën me krejt emocionin, edhe del prej skenës. Do më thonë, ki emocione po janë shumë shkurta. Sa ma shumë që rritësh artistikisht, ke emocione shumë atë forta. Pse? Se kryon një bagazh, edhe ke përgjësi ndaj ndjekësve tu, për sa vite ekziston ti në skenë, edhe një gabim i vogël mundet me të arzu karierën, kështu që muj me thonë, tash i kam emocione më të mëdhaja se atëherë. Edhe pse ti ke rizikuar, mund të them, për të kuptimin e fjallës, në karierën tënde dhe bravo të qoftë, sepse... Faleminderit, duhet me riziku edhe me eksperimentu paka shumë se... është sakta jo që tua, sepse njohim shumë artistë të cilët me një punë shumë të madhe, me një bagazh shumë të madhe, por me një gjë shumë të vogël... Po, mundën me rëzu komplet karierën, kështu që është një fije hollë që ndonë, kështu që du të me majt një vi neutrale. Po më trego si arritët ta mbash këtë balans, që nga fëmijëria deri më tani, janë bërë disa vite, ndoshta 2 dekada? 22 vite më bon, s'ke, normalisht me pauzat e mija, nuk kom pas ndonjë kulminacion të madhë në karierën time, sigurisht hala se kom marrë ato që e meritoj realisht, po edhe ajo pjesë do të vi, nuk është kur vonë,
Unë eksploroj shumë edhe nuk kom nejt mas pari as me një zhanër muzikor. Për shumë ka disa vite, unë fillimet e mija kom fillu me rock, pasaj kom kalu në muzikë latine, kom ashtu kom bo muzikën latine 9 vite resht, tash prej latines kom kalu në popullore, do më thonë është shumë sfiduse, mi bo një farë transformimi edhe për vetën, me ndryshu komplet edhe në stil, në veshje, edhe në shoqërinë edhe krejt, do më thonë, edhe fansat për i bjenë, se do më thonë, ata që ngojnë rock nuk ngojnë popullore. Edhe po mendoj që këngëtari gjithmonë duhet me eksploru fushat të ndryshme, nuk është krim, se kum kriju dhe polemika, pse ka kalu vesa në popullore, pse nuk kanë qëndru te aja pjesa artistike. Normalisht që ka me lancu dhe kanë këtila, po menoj që një këngëtar ka hapësirën e botës, industria shumë e gjonë, shumë e madhe që me nejt me stagnu veç me një zhanër muzikor. Kështu që duhet me eksploru sa tjetën me muzikën, me të regu tjerve që din me i bo edhe zhanët e tjera. Ne kemi Aurela Gashën e cila e zotënon shumë mirë skenën, valzën, aktrën, edhe i këndon këngët prej qamilit vogël deri te Michael Jackson. Kështu që është për mu duar turkitë dhe s'ka kur gjotë keqe. Shumë e sakt. E fillove me muzikë, ku edhe sot të kemi me muzikë, po më trego, cilat kanë qenë ato paragjykimet e tua të para në këtë fush? Paragjykimet ke pasur nga rrethi, shoqëria, ke filluar në një moshë shumë të vogël. Tani më besoj është pak më e kapshme, por para 20 viteve ndoshta ka qenë më e vështirë. Kur jam konë më vogël, u kon problemi te shoqënia që nuk isha kohë për ta, me dalë me ta, edhe ju ka ngel shumë hatri, kam qenë ma indiferente, jo me dëshirën time, po e ka bo industria muzikës angazhimet në për studio edhe intervistat e gjanat që u deshke me reflektu që ka me bo, që ka me folju, se që ka me vesh për me marë pjesë diko, jo veç hajt. Sa ato dokumentohen edhe të ngerin kujtime dhe zdush mu do kesh, nuk duesh mu paraqit kesh, nuk duesh me fol kesh. Kështu që qëto e kam bo që unë kom pak ma indiferente prej shoqnis, edhe ju ka ngel hatri, o ko një farë qmimi që unë është desht mi pagu mos me jetu fort fëminin, do më thënë. Kjo ka qenë qmimi maj madh që kom pagu për karierë muzikore. Soj përket kësaj pjesës tjetër, kur u rita, normalisht ku të këndon muzikë moderne, edhe klipet janë ma ekstravagante, je ma moderne, po nuk e di pse në Instagram, ku mi zheshin njerës fotot, do më thënë, e mërshin si vulgare, dhe pse unë gjithmonë fotot i kom pas artistike. Asë një moment nuk kom provoku deri në atë pik me të regu vulgaritet. Edhe më ka shumë keq që më kam pa me një farsyni që nuk jam realisht në ashtu. Kur kanë nejt njerëz më mas ne personalisht e kam pa që jënë të full me një ves që lexon libra, është ndjek shkollën, është një vajzë si krejt vajzat e tjera që nështë edhe një mon mamit me punë të shpis, edhe nuk jam e përdal, ne, të më thënë, kjo ka qenë paragjykimi më i madhë, po mas nej, ja nisi me më bo një, këto kritikat, këto paragjykimet edhe nuk është se u marë me to, edhe hala nuk merëm, tash nëse del, tash u zgjanu rjeti, edhe nëse dalin TikTok-et të ndryshmo si diçka, besom që nuk hi me i pa komentet, edhe rrjetet sociale i ka një shok jemi që i menaxhon, kështu që nuk hi me i lexu. Veç nëse ka diçka mesazh profesional, ma përcjell mu edhe merrna me to. Me to mirësh. E përmende sepse duke u angazhuar aq shumë në muzikë të ka kaluar koha e fëmijërisë pa e kuptuar fare. Po të kthehesh në kohë. Do realizojë sërish gjë në njëjtë ose do jepja kohë fëmijërisë tënde? Ta shjoje. Unë besoj se cili kur e gjen atë qelsin e vetë të talentit, unë besoj se cili njeri ka një talent veçantë, zut më fokusu se cili më bo këngëtar, se cili më bo ekonomista, gazetar, ku e di unë ka profesionet të ndryshme, edhe duhet me gjetë vetën, duhet me ngu trupin, mendjen, shpirtin, çka po të donë ma shumë dhe ku po flerë ma shumë. Për ato duhesh me ndru shumë sene, fusha për me kuptu. Kështu që
Nuk kisha ndryshu kur gjo, besëm se unë menoj që ku marrë me një farë misioni në këtë jetë, Zoti ma ka falë këtë dhënti me ditë me knu, edhe unë du me e qu deri në vend, du më thonë deri në fund, deri sa të kam Zot, deri sa të më punon shneta, du më thonë deri në fund. Nuk të rëzohesh fare. Kur e fillove te, nuk ishte rrjetet sociale ka që shumë të ndikuara. Po se ku me ndu këtë pjesën e famës që sot e me ndojnë shumica. Po tani shumë lehtë kanë. Çdo njeri mund të krijojë famë në forma të ndryshme. Po patjetër. Jo vetëm me profesionet e tyre, po me forma të ndryshme, ashtu siç i shohim edhe në rrjetet sociale. Më trego, ke arritur ta shohësh veten tënde në muzikë si kur nuk kishte rrjete sociale dhe tani që ka rrjete sociale, aq shumë të ndikuara po flas. Si e kishe përshkru këtë pjesë? Po mënon nëse kish pas atëherë, a kisha amri ma shumë, a kisha dorë më konë? A është më pozitive apo më negative? Sepse na e dim që ka edhe anë pozitive kjo, po ka edhe anë negative, sepse je shumë më afër komenteve negative. Patjetër, je hapësirë çdo kujt me. Si ka ndiku kjo për ty? A kishe dashur që t'ishte më pak t'ishin rrjetet sociale sigurisht për artistat shumë mirë që jo mbo edhe për me mujt me depërtu ves se për para kanë qenë që alojën klika menaxhmente që nuk lenin përveç artistave tëne me depërtu një artist tjetër si të mos i pavarën që jam unë edhe sot. Shumë mirë që janë rrjetet sociale dhe bëhen virale videot, nashta e kënoj një këngë të emisioni jetë, bëhet virale edhe prej qasaj këngëtari mund me pas shumë koncerte. Edhe është një gjë shumë pozitive. Pastaj, nëse hinë ma thellë, aty kuptohet në rrjetet sociale jepet të drejta çdo kuj, edhe më boj famshëm, edhe me komentu, edhe dikush që është badjavë gjithë, themi ne. Kështu që nuk du të me i marë fort për bazë, du të me ditë qëllimin tënë çfarë e ke dhe me jesë për para. Atër o konë shumë afështirë, po e mira o konë që ke pas ma shumë gjana artistike dhe jo si përfaqësore. Kanë qenë scenet më të thella, ka pas festivale, ka pas çmime, je vlerësu për vokalin, s'ka pas lidhje pamja, normalisht më konë këngëtare kompletune o konë i plus i madhë për ty, po s'ka qenë primare pjesë sa vokali. Kështu që pjesë artistike në ashta o theksu ma shumë atër, tash është një farë kombinimi, po ne duhet pa tjetër me jesën hap me kohën, edhe duhet mu pajtu me këtë gjë, edhe pse jo, edhe këngëtarët e vjetër, duhet me u mishëru me TikToka, me rrjetet sociale. Po, tani e shojmë edhe shumë këngëtarë të vjetër, të cilët nuk kemi ndëgjuar, ndoshta asnjëherë, tani ndëgjojmë mbas sa viteve, këngët e tyre bëhen hit një mundësi. Po, rikthehen edhe një herë, definitivisht. Tani edhe me remiksa dhe këngëtarët e ri, po i marrin edhe po i ripërpunojnë edhe po dalin këngë shumë të bukura. E fillove me muzikë, më trego kur ishte muzika jute e parë, kënga jute e parë, kënga jute e parë. Ishte këngë për fëmi, Piano ime, ma ata që mora pjesë në që më ki kujtu, mirë që më kujtu titulli. Ishte kënga ime parë, edhe ma ata ku marë pjesë, dhe më thonë, edhe Piano ime, për shkak se kam lujt me piano në shkollën e ultë muzikës, kisha dashni, po pasi që ja nisa më rrit, u lazdrova pak edhe e lash atë pjesën e pianos edhe ja nisa më marrë vesh me këndimin. Tani mirësh me piano ende? Jo. Jo ma? Jo, e kom lonë pianon, se devijova në thojza pak ashtu si fmi, se ja nisa më marrë vëmendje, ja nisa më marrë pjesë në për festivale, më marrë shmime, kështu që thash, lesë më duhet piano, thash, unë di me kënu mirë. Sa muzika i ke gjithsej deri më tani dhe a i ke mendu që te në këtë mosh do i kishe këto muzika dhe me kaq sukses? Gjithsej, nuk i di sakt numrin, po me bashkëpunime me krejt, mu i me thonë është i kam rreth 20, po me kaq vite që i kam une nuk janë shumë, sigurisht, se tash për shumë ka ndryshu dhe stili edhe tregu, për shumë lansojnë, një këngëtar lansan këngë brenda një muji, 3-4 këngë. Jo si për para që u konë njën vit. Si e komenton ti këtë pjesë që lansojnë shumë këngë? Si e komentoj? Po, si dhe kështë e komentuar, a mendon që e do tregu një gjë të tillë? Jo, shumë mirë bojnë, që me pas Lera Mani dhe me pas qa me knu ata në për koncerte,
Po, unë e kam a sistemin tem që kam qef, ku ta nxjerri një këngë, njerëz më fokusu të qaja, mi japë rëndësi, me shiju edhe unë edhe ata, mas do muje, më ardhë, do më thonë më sezona. Ta shubo tregu pak ma jash për ma intenziv, edhe po duhet edhe me njek ashtu, po nuk është se më varna edhe fort prej këngëve të mija, unë si që të sejka kom kënu gjithmonë live në për neja private, në për dasma, kështu që është një treg pak ma i gjonë që nuk më varën shumë prej këngëve tuja. Kështu që ato i bëm veç për media, për mos mu arrute publiku ma i gjonë edhe mi ju kujtu atënë. Publiku qërë kërkon më shumë nga ti? Sepse përmende pak më herët që je në rock, je me populore, publiku qërë... Kam qenë në rock. Po, ke qenë në rock, por sërish ti mund është të rikthesh, sepse e kja talent. Nuk besoj që do rikthesh, e kam talentin brënda diku, po nuk besoj që rikthejem sërish. Po jo, si që të seka du të me esin hap me kohën, ne jemi vend balkanik edhe të ne e dojnë muzikën balkanike, komerciale, ma orient ashtu. Kështu që nuk do thot që Vesa nuk ka me bo këngë artistike, se unë njem edhe për pjesëmarrjet e mija në festivale, në cilat kom korë sukses shumë të mirë, shumë të naltë, jom vlerësu maksimalisht prej juriva të edhe publikut, me kam pëlqy këngët. Publiku po besoj ka qef me mi pa dy antë, edhe në mësu kretë kohën që unë me eksperimentu me mos me nejt me një zhanë muzikor, kështu që kanë me pas të njetën që ashtu. Sa kam e lancu muzikë artistike, kam e lancu, kam i befasu me nej muzikë komerciale. Kështu që nuk keni mi parashiku Vesën kur. Rrugtimi yt ka qenë shumë interesant, more pjesë në shumë festivale. Më trego cili ka qenë çmimi yt në mënyrë profesionale. Çmimi në për festivale të ndryshme? Po. Dhe cili ka qenë festivali yt ashtu favorit gjatë gjithë këtyre viteve që ke qenë, që ke marrë pjesë? Sigurisht ata qenë ma serios, festivali RTS-s fundmi që ko marrë çmimin e për tekstin më të mirë, te kënga magjike. Ishe pjesë e fundmi edhe në festivalin ndërkombëtar të Ohrit? Edhe të Ohrit në 2022 ka qenë afër këngës magjike, para se më marrë pjesë të kënga magjike, aty jam vlerësu me çmimin e dytë, kemi marrë pjesë aty bashkë me Avni Shailin, i cili më ka qu me durët e tij taj festival. Ka qenë një festival ndërkombëtar, ndër shumë artistë të shuar edhe talentum nga gjithë Evropa. Unë jam zgjedhë e dyta, kështu që një falendrim i madh për Avni Shahilin. Një falendrim edhe ne që është dhe sjell me të vërtet hitet e jashtëzakonshme, hitet e paharrueshme dhe projektet edhe ndihmon krejt talenteve, edhe Definitivisht. treja, edhe ata që janë më të vjetër, edhe i ka rezistu kohës për sa vite që ka që qëndron në tregun muzikor shqiptar. Po, definitivisht. Kështu që këtu janë festivalet, normalisht edhe talent show-t, se njëna si vajza talent show-ve prej gjeniut vogël me vendin e dytë, çmimin e publikut, çmimin promotor të produksionit, pastaj të këngët e shekullit, çmimin e finalistës, masnej të The Voice of Albania 3, ku mu boftesa se ishin pjesë krejt artistë të cilët kishin eksperienca edhe kishin bagazh artistik, kishin bo pak si ma ndryshe, edhe aty ku marrë pjesë, po se cila prej këtënë nuk ka pas rëndësi çmimi, sa ka pas rëndësi dashnia publikut që ku marrën, edhe unë që shjom rrit artistikisht, se ka qenë me të vërtet një shkollë për mu pjesëmarrjet e mija në për këto festivale, më kanë rritë shumë, si Vesë. Mendon që kjo ndikon tek gjithë këngëtarët apo personalisht për ty pjesëmarrja jote në për festivale? Po tash se cili këngëtare ka të PR-in e vet edhe e din strategjinë e curisë dhe rrugtimit që kam i bo në muzikë. Unë kom fillu me talent show edhe ashtu më vjoj. Do më thonë me festivale, po më vjoj karriera. Tash më varet edhe cilin rrugtim edhe tapën pasaj dyrt e qasaj ku ke hyti. Nëse unë për shembull në për klube diçka nuk besoj që i duhet dikuj festivali, se është tjetër botë, është tjetër gjë. Ata që janë për shembull në për dasma ka plot që nuk njihen, nuk e kanë brendu as emrin e vet, nuk njihen si imazh, nuk njihen as në rrjetet sociale, po ndarësëm me një darësëm dy me po me hy,
njën ata dasmort, thirë tjetri, kushërini ti, thirë tjetri edhe nuk i nevoj heqas me lancu në i kangë veç për qefin të nëse dhe. Kështu që dalojnë prej zhanit të në zhanër edhe se cili nuk mujnë me dhonë këshill dikuj kur nuk e di që është qëllimi i tëne. Nëse kanë qëllimet festivali, sigurisht që është promovim shumë i mirë, po pastaj aty a e fiton, as i fiton, aty është tjetër gjë. Po, shumë e vërtet. Ti more edhe një ftesë, ku ishe pjesë edhe një spektakli apo një show, reality show, si që është Big Brother në Shqipëri. Po. E përmenda pak më herët, sepse mund është të bësh për më njëherë në basë shumë karriere, ty të kemi njohur, mire po në Shqipëri, në këtë spektakl, vetë se më... A shumë i shikun, ka shikushmëri, gëgjat frikshme. E more vëmendjen e jashtëzakonshme, edhe me lojrat, mos të me lojrat, po atë qiltërsin që e kenë nga mbrenda, atë e tregove dhe aty, nuk dole nga vetja në asë një moment. Jo, kam qenë vetvetja, ishe shumë e sinqert për gjithë shka. Po më trego fillimisht kur të erdhë ftesa, si e prite këtë ftesë, e pranove me njëherë apo kishe nevoj pakës ta mendoje? Unë kom pas ftesë edhe ma për para, edhe prej Big Brother i Shqipëris. Dhe pse jo në Kosovë për në Shqipëri? Edhe të Kosovës kom pas. Po, si që të ceka mu dyrt mi ka hapë Shqipëria për festivalet të ndryshme. Nashta që ka pas gjithmonë festivali Shqipënia edhe jom detyrua ne me njës karierën, dasht e pa dasht. Prandaj, edhe me që më njojnë ma mirë, ma detajisht publiku i Shqipënis, e preferova me marë pjesë të thirja e dytë që ma bon të Big Brother i tret në Big Brother. Normalisht që në fillim isha skeptike se është pak rrezik për karierën që e ke ndërtu, qatë sa është, s'ka rëndësi, është pak rrezik se ndonë një vije hollë prej asaj që mundet me tërzu totalisht krejt ato që e ke kriju, ose me të ngrit si një trampolin në diçka që se ki pas kur edhe e ki dasht të njetën. Mu Big Brotheri sigurisht që më ka hapë shumë dyrë, më ka kriju edhe kontakte të reja, po është apet një farmesi, nuk është që më ka hapë një afajt trampolina, ashtu që me thonë, wow, më ka ndryshu jetën. Jo, ka qenë një farmesi ku i më dalë, thjesht kontaktet e mija i kom shfrydzu, kom punu fort, edhe kom pas prap suksese. Thjesht, mas Bigut, jom dëgju ma shumë, kom pas vëmendje ma shumë, diçka që e kom pas prej një masë ma të vogël para Bigut. Edhe që aty mu ka bo qefi që e kom marrë vëmendjen edhe gjdo fjallja jamja, gjdo tingull që dirke prej gojës teme, njerës e dëgjëshë me vëmendje edhe duar të kitëshin. Shu që qajo kone mira e Bigut. E kësa eksperiencë. Po, të është për ndë një e pa drejt sa ke qenë brenda në Big Brother dhe a është ashtu si që kemi pa ne, gjithë shka, si që shohim ne? Unë, kur jëm dal jashtë, e kom pa që normalisht, kom marrë shumë lavdata për vajzën që jam, për karakterin që kam burnesha shpis, që më kanë qujtë mrena jashtë, po normalisht që publiku ndohet 50-50, nuk ka shansa me të dasht 100%, e ka ndodhë vesh me Luizin, ka qenë fenomen, edhe mbetet. Kështu që normalisht ju marrë edhe komente negative, të tilla kanë qenë për shkak se njerëzit disa më kam pa që s'kam qenë aktive, disa kam menu që kam qenë shumë aktive, po nuk më kanë zjerë bashkë ashtu aktive sa kam qenë, ma kanë mohu të drejtën e fjallës, e shumë gjana tjera të cilat prej meje unë menoj, kanë mujtë me nxerë ma shumë, edhe të mira, edhe për lojën atyne që ju ka konvenu, po menoj që më kanë djekë si personazh. Më kanë djekë për lojën e Big Brother, jo kështu si personazh, si këngëtare. Kështu që ka qenë një humbje për ta, nëse mu i mi qujtë, se unë kom dalë shumë e pasër prej aty. Mu hala sot më nalin njerës në rrugë, edhe më përgëzojnë për vajzën që jam,
për mesazhet që kam përqu aty, për motivin që kam dhonë për jetë, se kam tregu dhe një historie të jetës teme, që kam kalu me vështërsi, edhe për qiltërsin që kam pas për pozitivitetin e shpe. Ka qenë momenti ma i keqi jam, ka qenë momenti i natës kur më kanë zjerë për i shpis. Nuk më kanë zjerë më njërë ma të mirë të mundshme. Kisha pas qef me e këthi dhe njesh atë kohë me më zjerë pak ma mirë. S'ka lidi që kom dalë për i shpis, po me më zjerë ato montime që i kam buë, kësi nuk më kam pëlqy mënyra qëfar vajzë më kanë zjerë, së konë që ashtu, shumë kanë paraqit të publiku. Do më thonë, deri në ditën e 71 që kam qëndru në shpe, jëmë cilësu si vajzë pozitive, në ditën e 72 kër më zërën për i shpis, unë bëra negativja dhe aja vajza që hyri në mes një qifti, që nuk është e vërtet, se s'kam pas bëj me qiftin, po kam pas bëj me 2 persona që marrë veç mas me ta. Që ka me ndonë, cila këtë mund qenë arsyeja për këtë gjë? Po ka qenë konkurencë shumë e fort, atë vetë ku kam qenë unë, edhe gëzohem që të paktën më kanë zjerë persona që thu, okej, më kanë zjerë një person që ade ja vlen, jo dikush që s'ka të bëj me as karriera, as me s'është dikushi. Po nuk e di që a thëmë për atë pjesën, nuk po du me hi shumë detajeve, se tani ka hi me ka dalim edhe mune më kesh kuptu shumë gjana, e tani bo shumë e madhe kjo pjesa. Po gjithsesi, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur për mu, më thonë, a kishe këthy kohën edhe a kishe vendos prap me hy, po, kisha vendos, jam tip që eksperimentoj me jetën edhe kam qef me i provu shumë gjana se mesin pik. Kanë mujt mu me më shfrytzu dhe me më përdor ma shumë për me japë ma shumë për atë loj, se kam pas shumë dimenzione me të regu prej vetës, po qa që kanë dasht, qa që kanë vepru, aty ka pas shumë lojtar të fort, me profesione me bagazh shumë të madh, edhe kom pas nga të me i njofë se cilin, hala me disa i maj shoqnin. Po me kë ke kontakte nga Big Brother i tani? Me Ervin Gongjin, ku maj kontakte, hala maj, do më thonë me produksionin e ti bashkëpunoj, kam shumë kanë këti mas Bigut, edhe vazhdoj bashkëpunoj. Me Erike Roqin e kam shoqe shumë të mirë, vazhdoj në kontakti me ta, bile se ajo ka tregu për kraj edhe në Big, aty mrena edhe kur kom dalë jashtë, ka qenë një krah i djathtë për mu. Eriola Doqin po ashtu, Ledionën, Deën, nashta i me të hatrin e i kuj, si jam të përmen, se ka pas shumë, Osi Bylykun, ka plët, s'pëm kujtohet. A kemi diko që jenë nda me hatërmbetje? Me hatërmbetje? Nga Biku dhe që nuk flet më? Jo, unë me kredi kom shëshu gjanat, ku im dalë, kredi kom thirë në telefon, nuk do me thonë që dush me najt pa tjetër me ta, jo dini edhe njëtë reale, nuk mund është me najt me krejt persona, dhe kolegë punës edhe me që i ki, mund është vesh me bo një përshëndetje për respekt, edhe me vazhdu jetën tonë me shoqnin tonë, unë fatë mirësisht gëzoj një shoqni shumë të mirë, shnosh, edhe para Bigut me njerës se me, edhe ata i kam ma afer se krejt personazhet publike që na i takojmë ditë për ditë, kështu që nuk i ndroj me kërkan. Kështu që nuk hatërmbetje s'kam qef as me majt me dikën, unë njem si një vajzë paqësore edhe nuk kam qef me hynë në ato ujra, me i prish edhe pun vetës edhe me të ngesi penga, shtu që s'po i flet dikuj. Okej. Elemana është tani Big Brotherin dhe vazhdojmë me pjesën e sezonës, me qenë se tani më vetë se jemi afër dhe po besoj që vetë se kam filluar terminet të rezervohen datat, si do ta kesh këtë sezon, Vesa? Ke pritshmëri? Këtë sezon e kam edhe me dasma caktume, kryesisht i kam në Kosovë, edhe me koncerte jashtë venit, kom pas, edhe jam të pas, jam do datat, edhe po i falenderoj krejt ata që ma kam besu, edhe po më besojnë, edhe po më thirin në për mbrëmjet muzikore, në për dasma, edhe kom knatësin me qenë në gëzimet e tyre familjare. Sigurisht, unë me shumë këngëtarë tjerë, do më thënë, jam të bashkëpunu edhe në për dasma për me performu për dasmort. Për dasmort. Pritet ndonjë projekt së shpejti?
Po, pa tjetër, sigurisht për këngëtarët nuk është diçka që di që duhet me sjellë, e kena për detyrë për ndjekësit tanë. Jam të bashkëpunu prapë me Ervin Gonxhi si producent. E kom bo gati një balad, po nuk e dia e nxjerri se është shumë prekse, shumë e dhemshme për mi nxjerrë që tash me i mërzit njerëz, po e kom bo gati edhe një duet, në cilin veç i kena hedh vokalet edhe po presim mix master që i bën Ervini edhe me bo videoklipin, po besojnë qershor veç del, mi para pri verës edhe me vazhdu tutje pastaj me koncerte. Atëherë, publiku ka që ka pretin nga Vesa, sepse Vesa është gati me projekte dhe të më pret momentin e duhur për t'i lansuar ata. Pa tjetër. Vesa, ishte kënaqësi e veçantë që të kisha tëftuar në studio dhe që biseduam gjëra gjatë për ty. Minutat, unë jam e sigurt që minutat nuk kanë fund për të biseduar me ty. Asnjëherë. Ishte kënaqësi e veçantë që të morëm nga koha dhe ndave kohë për neve. Faleminderit shumë edhe prej teje, ishte kënaqësi me të vërtet, nuk pritova hiç kur më thirrët edhe me kënaqësi më të madhe për ju, si për herë të parë, shumë njerëz mirë, shumë energji të mirë ki, edhe veç vazhdo dhe ti e shumë e mirë. Faleminderit shumë. Ky pozitivitet gjithmonë është edhe nga energjia pozitive që e merr dhe nga mysafirët. Pasqyrohet. Ana sjellta, sa edhe prej teje edhe prej meje kështu. Faleminderit shumë. Është naçi shpresoj të takojmë me projekte të radhës. Patjetër që po. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës. Ne tani do të shkëputemi me një pikë muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.